Gjatë këtyre ditëve, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka trajtuar një rast i cili lidhet me sigurinë e ushqimit për kafshë të subjektit Modi SHPK në qarkun Shkodër. Rasti ka të bëjë me importin dhe përdorimin të produktit Mr. Refugio. Bëhet fjalë Mr. Refugio në përdorim të pularive të shpendave. Bëj me dije që subjekti ka përdorur produkt të bllokuar dhe të rezultuar jo konform. Ka prishur shenjat e bllokimit, nuk ka garantuar gjurmëshmërinë të produktit, për këtë shkak shkelja është referuar dhe në prokuri. Sa sasi është zhdukur, nga 104 ton të bllokuara janë konstatuar në subjekt, tek subjekti vetëm 9.5 ton gjendje në datën 4/3/2026. Ju bëjmë me dije që po ndjekim të gjithë procedurat disiplinore të verifikimit dhe në rastin konkret kemi për 3 inspektor të drejtorisë rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Shkodër ka filluar procedimi disiplinor i iniciuar nga drejtoresha e përgjithshme e AKU-së Republikës Shqipërisë zonja Blerina Gjulameti dhe e cila është përcjellë përpara pak ditësh dhe që po vazhdohet procedura për masë disiplinore ndaj këtyre 3 inspektorëve. Por si pas verifikimeve tani të ditëve të fundit, 3 ditëve të fundit, që ka ndjekur stafi im në inspektoratin e përgjithshëm dhe me interesimin të drejt për drejt nga ana ime, kemi edhe 4 inspektorë të tjerë të cilët janë në drejtorinë rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Shkodër, pikërisht në pikën doganore të Harit Hotit, të cilët nuk po i them me emra, por as në pozicione, por që janë 4 inspektorë të tjerë të cilët do të nështrohen masës disiplinore dhe që do të shikohet me shumë kujdes për gjithë përgjegjësiat të cilët kanë nga ato. Ka edhe më tej nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, të cilët sipas përsëri verifikimeve të cilët ne kemi bërë të gjithë dokumentacionet duke patë parasysh email-et, duke patë parasysh të gjithë shkëmbimin e komunikimeve me Drakun, pra Autoritetin Kombëtar të Ushqimit të Drejtorisë Rajonale të Shkodrës, kemi nxjerrë dhe kemi përcaktuar që ka përgjegjësi edhe këtu lart pra në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit të Republikës Shqipërisë në 3 pozicione të larta, 3 persona të cilët dhe ato do të nështrohen të gjithë procedimit disiplinor për të patur përgjegjësinë administrative për këto persona. Doja t'i bëja me dije që të gjithë qytetarëve shqiptar që për subjektin Modi SHPK është përcjellur në prokurinë për ndjekje penale në prokurinë e gjykatës shkallës së parë në Shkodër për hetim dhe sigurisht do të jetë dhe hetimi penal nga ana e prokurisë së qarkut të Shkodër, të cilët do nxjerrë edhe përgjegjësitë penale të këtij subjekti. Dhe ju bëjmë me dije të gjithë qytetarëve që edhe për personat inspektorët e drejtorisë rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Shkodër, edhe të drejtorisë së përgjithshme të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Republikën e Shqipërisë, edhe për këto persona po shikohet nga stafi i inspektoratit të përgjithshëm që të shikohet dhe nëse ka konsumuar dhe elementet e veprës penale të shpërdorimit të detyrës, dhe që sigurisht as dhe një inspektor nuk do të ngjelet pa u ndëshkuar sipas ligjit 99 të vitit 2024 apo kur ka kryer edhe një vepër penale për të referuar në prokurinë për këto persona.